Hoxhë nderuar, si e trajton feja islame ruajtjen e nderit? Sepse kjo është një çështje jetike. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'du. Allahu subhanahu wa ta'ala, i cili na krijoi, ka caktuar dhe mënyrën e riprodhimit të jetës, zhvillimit të jetës dhe vazhdimit të saj në tokë. Dhe ajo është martesa. Allahu lartësuar krijoi çiftin Ademin dhe Havan, dhe Allahu lartësuar ka caktuar mënyrën e shumimit. Allahu lartësuar ka krijuar me ndjenjat, ka krijuar çiftin mashkull dhe femrën, e ka dhënë ndjenjën e dashurisë, mëshirës, prehjes, qetësisë. Burri ka nevojë për gruan dhe gruaja ka nevojë për burrin. Burri padyshim që ka nevoja biologjike, edhe gruaja ka nevojat e saj. Njerëzit patjetër, duhet të ruajnë llojin në tokë, por Allahu subhanahu wa taala ka caktuar martesën si mënyrë të lishme për këtë çështje, kështu që martesa si ligj, si rregull, është një domosdoshmëri. Në ana tjetër, Allahu subhanahu wa taala e ka ndaluar imoralitetin, me që imoraliteti dëmton zhvillimin e jetës, imoraliteti cënon moralin, imoraliteti ka dhe pasoja shumë të rënda, të cilat mund t'i përmendim edhe pak më pas. Kështu që lishmëria e martesës, padyshim, domethënë është nga Allahu subhanahu wa taala. Zhvillimi i jetës është domosdoshmëri. Ruajtja e nderit është një çështje jetike. Ndalimi i moralitetit është një nga ligjet e rëndësishme në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Pasi nëse imoraliteti nuk do të ishte ndaluar, do kishte pasoja, do ishte shkatrim i madh për njerëzimin, do shuhej njerëzimi, Allahu subhanahu wa taala na ruajt. Ruajtja e nderit, siç e thatë edhe ju, është një vlerë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar njeriu dhe me xhelozi. Pse na ka dhënë Allahu lartësuar këtë ndjenjë, ndër të tjera që ne ta ruajmë moralin, si burri dhe gruaja të ruajnë moralin, dhe nuk pranon njeriu normal, njeriu me xhelozi, njeriu me natyrë të pastër, që të bëjë moralitet bashortja e tij, po edhe bashortja që ka moral, që ka dinjitet, që ka xhelozi, që është natyrshme, nuk mund të pranojë që partneri i saj, që bashorti i saj të bëjë moralitet, nuk mund ta vazhdojë lidhjen në këtë mënyrë. Njeriu normal, njeriu me ndjenjë natyrshme, me xhelozi, nuk e pranon, nuk e lejon që nëna e tij, ose bija e tij, ose motra e tij, ose e afërmja e tij të bjerë në moralitet. Pra Allahu subhanahu wa taala ka krijuar me këtë ndjenjë. Prandaj sillet një hadith se Allahu lartësuar është xheloz. Dhe për shkak të xhelozisë së tij, Allahu ka ndaluar punët e turpshme, ku hyn edhe imoraliteti. Edhe profeti ynë ka qenë xheloz. Dhe feja islame na ka nxitur që të jemi xheloz, dhe ta ruajmë nderin, ta ruajmë moralin. Mirë po të mos kalojë njeriu caqet, duke vënë në vërtetësi njerëzit. Pra edhe xhelozia ka një limit. Nuk duhet që me paragjykuar, nuk duhet me dyshuar për palën tjetër. Por xhelozia është një veti e natyrshme tek njeriu dhe nuk bën ndryshe, kështu na ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ai që nuk tregohet xheloz, e di që bashorti i tij bën imoralitet, por vazhdon lidhjen me ta, ose nuk tregohet xheloz për femrat e familjes së tij, se ka problem, se ato bëjnë imoralitet, ky nuk është njeri normal. Madje ky njeri rrezikon që të vuajë dënimin në zjarrin e xhenemit.
Njëri nga ata që nuk ka për të hyrë në xhenet, siç e ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam, është ad-dayuth, është brinari, domethënë që nuk ka xhelozi. Nuk ka problem që femrat e familjes tij të binë në realitet. Allahu subhanahu wa taala na ruaj nga kjo sjellje e keqe. Profeti sallallahu alaihi wasallam u merrte besën shokëve të tij që të mos binin në immoralitet. Domethënë beslidhja kishte disa pika, mos i bëni shok Allahut. Dhe disa pika tjera, dhe njëra prej tyre ishte që të ruani derin, mos binin në immoralitet. Madje profeti u merrte besën edhe grave, po jo duke u dhënë dorën atyre. Burrave u merrte besën duke u dhënë dorën, ndërsa gratë ishte me komunikim, me fjalë. Gratë do të jepnin besë, do të adhurojnë Allahun një vetëm. Dhe ka disa pika tjera, domethënë ajo beslidhja. Dhe njëra nga pikat është wala yazdin, dhe këtë beslidhje ka përmendur Allahu në Kur'an në surën Al-Mumtahina. Wala yazdin, dhe të mos bëjnë immoralitet. Dhe kur do jepnin besën gratë, njëra nga gratë kur dëgjoi këtë pjesë të marrëveshjes të beslidhjes, mos bëni immoralitet, i vuri duart në kokë. Ka mundësi që një femër e ndershme, e moralshme, si mund bjerë immoralitet. Domethënë vuri dorën në kokë nga turpi, por një tjetër tha jep besën për t'u përmbajtur këtyre pikave. Pra është një nga çështjet madhore që të ruajmë derin, të ruajmë moralin, të zhvillojmë ndjenjën e xhelozisë, ta kultivojmë atë, por duke e kanalizuar në drejtimin e duhur, pa vënë në vështirësi njerëzit, pa paragjykuar, pa dyshuar kur nuk ka dhëna, kur nuk ka fakte. Ruajtja e nderit, ruajtja e moralit dhe dënimi i immoralitetit është edhe një domosdoshmëri për ruajtjen e reardhjes, që fëmijët të lindin në mënyrë të lishme, mos ketë fëmijë që lindin nga marrëdhënie jashtëmartësore, sepse kjo ka pasoja shumë të rënda. Ti dihet fëmijës se kë ka baba dhe kë ka nën. Pra që të dimë se kë kemi paraardhës, kush janë pasardhësit, kush janë prindërit e fëmijës, dhe kjo gjë mund të arrihet, mund të realizohet vetëm përmes martesës. Në qoftë se nuk do të ekzistojë martesa, nëse nuk do të dënohet immoraliteti, nëse nuk do të luftohet ky ves i keq, atëherë do përzihet, domethënë ajo lidhja domethënë lidhja e atësisë dhe bijësisë. Dhe nuk do të di njeriu kë ka, domethënë kush është babai i tij. Dhe ka prejardhjen, kujt fisi i përket. Këto janë probleme shumë të mëdha.